Kapitulli i 4. Principi i parë në shkencën e pasurimit. Mendimi është fuqia e vetme që mund të prodhojë begati të prekshme nga substanca e paformë. Lënda, nga të cilat ndërtohen të gjitha gjërat, është substancë që mendon, dhe një mendim i formës në këtë substancë e prodhon formën. Substanca origjinale lëviz sipas mendimeve të veta. Se cila formë dhe proces që ti e sheh në natyrë është shprehje e dukshme e një mendimi në substancën origjinale. Ndërsa lënda e pa formë e mendon një formë, ajo e merr atë formë. Ndërsa e mendon një lëvizje, ajo e bën atë lëvizje. Kjo është mënyra si janë krijuar të gjitha gjërat. Jetojmë në botë të menduar, që është pjesë e një universi të menduar. Mendimi i një universi që lëviz u zgjerua në për substancën e paformë, dhe lënda menduese, duke lëvizur sipas atij mendimi, e mori formën e sistemeve të planeteve dhe e mban atë formë. Substanca menduese e merr formën e mendimit të vet dhe lëviz sipas mendimit. Duke mbajtur idenë e një sistemi rrotullues të diejve dhe botëve, ajo e merr formën e këtyre trupave dhe i lëviz ato ndërsa mendon. Duke e menduar formën e një lisi që rritet ngadalë, ajo lëviz përkatësisht dhe e prodhon lisin, edhe pse mund të lipsen shekuj për ta bërë punën. Gjatë krijimit, e pa forma duket të lëviz sipas vijës së lëvizjes që i ka caktuar. Mendimi i një lisi nuk e shkakton formimin e menjëhershëm të një lisi të rritur plotësisht, por ajo i nis në lëvizje forcat që do ta prodhojnë lisin përgjatë vijave të caktuara të rritjes. Secili mendim i formës, i mbajtur në substancën menduese, e shkakton krijimin e formës, por gjithmonë, apo të paktën përgjithsisht, përgjatë vijave të rritjes dhe të veprimit, tashmë të përcaktuar. Mendimi i një shtëpie, të një konstrukti të caktuar, po ta impresionoj, t'i bëj përshtypje, substancën e pa formë, mund mos e shkaktoj formimin e menjëhershëm të shtëpisë, por ai do ta shkaktonte shndërrimin e energjive krijuese që tashmë punojnë në tregti dhe shitblerje në aso kanale që do të rezultonin në ndërtimin e një shtëpie me shpejtësi. Dhe po të mos ekzistonin kanale përmes të cilave do të punonte energjia krijuese, atëherë shtëpia do të formohej drejt për drejt nga substanca themelore, pa i prirur proceset e ngadalshme të botës organike dhe inorganike. Asnjë mendim i formës nuk mund ta impresionojë substancën origjinale pa e shkaktuar krijimin e formës. Njeriu është qendër menduese dhe mund ta nisë mendimin. Të gjitha format që i formon njeriu me duart e tij duhet së pari të ekzistojnë në mendimin e tij. Ai nuk mund ta formësojë një gjë derisa ta ketë menduar atë gjë. Dhe deri tash njeriu i ka kufizuar përpjekjet e tij plotësisht në punën e duarve të tij. Ai e ka aplikuar punën manuale në botën e formave, duke kërkuar t'i ndryshojë ato që tashmë ekzistojnë. Ai nuk ka menduar kurrë të provojë ta shkaktojë krijimin e formave të reja, duke i impresionuar mendimet e veta në substancën e paformë. Kur njeriu e ka një formë të menduar, ai e merr materialin nga format e natyrës dhe e bën një imazh të formës që është në mendjen e tij. Ai, deri tash, ka bërë pak apo fare përpjekje që të bashkëpunojë me inteligjencën e paformë, të punojë me të atin. Ai nuk ka ndëruar se mund ta bëjë atë që e sheh të atin duke e bërë.
njeriu i riformëson dhe i ndryshon format ekzistuese me punë manuale. Ai nuk i ka kushtuar vëmendje pyetjes se a thua nuk mund t'i prodhoj gjërat nga substanca e paformë duke ja komunikuar mendimet e veta asaj. Propozojmë ta vërtetojmë se ai mund ta bëj këtë. Ta vërtetojmë se cili do burr apo cila do grua mund ta bëj këtë dhe ta tregojmë se si. Si hap yni i parë, duhet i shtrojmë 3 pohime themelore. Së pari, pohojmë se është një lëndë origjinale pa formë nga e cila ndërtohen të gjitha gjërat. Të gjitha elementet që në dukje janë shumë, janë vetëm paraqitje të ndryshme të një elementi. Të gjitha format e shumta që gjenden në natyrën organike dhe inorganike janë vetëm trajta të ndryshme të ndërtuara nga lënda e njëjtë. Dhe kjo lëndë është lëndë menduese, një mendim i mbajtur në të e prodhon formën e mendimit. Mendimi në substancën menduese prodhon forma. Njeriu është qendër menduese, i aftë të nisë mendim. Nëse njeriu mund t'ja komunikojë mendimin e tij substancës origjinale menduese, ai mund ta shkaktoj krijimin apo formimin e gjës për të cilën ai mendon. Për ta përmbledhur këtë, është një lëndë menduese nga e cila ndërtohen të gjitha gjërat dhe e cila në gjendjen e vet origjinale i përshkon, i depërton dhe i mbush ndërhapësirat e universit. Një mendim në këtë substancë e prodhon gjën që imagjinohet nga mendimi. Njeriu mund të formojë gjëra në mendimin e vet dhe duke i impresionuar mendimit të tij në substancën e paformë, mund të shkaktojë që gjëja për të cilën ai mendon të krijohet. Mund të bëhet pyetja se a mund t'i vërtetoj këto formulime dhe pa shkuar në detaje. Mund të përgjigjem se mund ta bëj këtë edhe me logjik, edhe me përvojë. Duke arsyetuar prapa ka fenomenet e formës dhe të mendimit, arrite një substancë origjinale menduese dhe duke arsyetuar përpara nga kjo substancë menduese, arri tek fuqia e njeriut që ta shkaktoj formimin e gjës për të cilën mendon ai. Dhe me eksperiment e zbuloj se arsyetimi është i vërtet, dhe ky është vërtetimi im më i fuqishëm. Nëse një njeri që e lexon këtë libër pasurohet duke e bërë atë që libri thot ta bëj, kjo është dëshmi në përkrahje të pohimit tim. Por, nëse secili njeri që e bën atë që libri thot ta bëj pasurohet, ky është vërtetim pozitiv deri në momentin kur dikush shkon nëpër proces dhe dështon. Teoria është e vërtetë deri kur të dështoj procesi. Dhe ky proces nuk do të dështoj sepse secili njeri që e bën saktësisht atë që ky libër i thot, do ta bëj atë të pasur. Kam thënë se njerëzit pasurohen duke i bërë gjërat në mënyrë të garantuar, dhe për ta bërë këtë, njerëzit duhet të bëhen të aftë të mendojnë në mënyrë të garantuar. Mënyra se si një njeri i bën gjërat është rezultati drejt për drejt i mënyrës se si mendon ai për gjërat. Për t'i bërë gjërat në mënyrën që ti dëshiron t'i bësh, do të duhet ta zotërosh aftësinë për të menduar në mënyrën si dëshiron të mendosh. Ky është hapi i parë drejt pasurimit. Ta mendosh atë që dëshiron ta mendosh është ta mendosh të vërtetën, pavarësisht nga pamjet e jashtme. Secili njeri e ka fuqinë natyrale dhe të qenësishme për ta menduar atë që dëshiron ta mendoj. Por, kërkohet shumë më shumë përpjekje për ta bërë këtë se sa të mendohen mendimet që sugjerohen nga pamjet. Të mendosh sipas pamjes është e lehtë. Ta mendosh të vërtetën pavarësisht pamjeve është e lodhshme dhe kërkon të shpenzohet më shumë fuqi se cila do punë tjetër të cilën kërkohet ta bëjë njeriu. Nuk ka punë nga e cila tërhiqen shumica e njerëzve, ashtu siç bëjnë nga ajo e mendimit të mbajtur një kohë të gjatë dhe në mënyrë të vazhdueshme.
është puna më e vështirë në botë. Kjo është e vërtetë sidomos kur e vërteta është e kundërt me pamjet. Secila pamje në botën e dukshme priret ta prodhojë një formë përkatëse në mendjen e cila e vëzhgon atë. Dhe kjo mund të parandalohet vetëm duke e mbajtur mendimin e të vërtetës. Të shikosh në pamjen e sëmundjes do ta prodhoj formën e sëmundjes në mendjen tënde dhe përfundimisht në trupin tënd. Pos nëse e mban mendimin e së vërtetës, i cili është se nuk ka sëmundje, është vetëm pamje dhe realiteti është shëndet. Të shikosh në pamjet e varfërisë do të prodhoj forma përkatëse në mendjen tënde. Pos nëse e mban të vërtetën se nuk ka varfëri, ka vetëm begati. Të mendosh shëndet kur rrethohesh nga pamjet e sëmundjes, apo të mendosh për begatit kur je në mes të pamjeve të varfërisë, kërkon fuqi. Por ai që e mëson këtë fuqi bëhet mendje mjeshtërore. Ai mund ta mposht fatin, ai mund ta ketë atë që e dëshiron. Kjo fuqi mund të fitohet vetëm duke e kuptuar thellësisht faktin themelor që është prapa të gjitha pamjeve, dhe ai fakt është se është një substancë menduese, prej të cilës dhe nga e cila ndërtohen të gjitha gjërat. Pastaj, duhet ta kuptojmë mirë të vërtetën që secili mendim i mbajtur në këtë substancë bëhet formë dhe që njeriu mund t'i impresionoj kështu mendimet e veta në të ashtu që të kaloj, të shkaktoj që ato të marrin formë dhe të bëhen gjëra të dukshme. Kur e kuptojmë këtë, e humbim tërë dyshimin dhe frikën, sepse e dim se mund ta krijojmë atë që duam ta krijojmë. Mund ta marrim atë që duam ta marrim dhe ta kemi, dhe mund të bëhemi ajo që duam të jemi. Si hapi parë drejt pasurimit, duhet i besosh 3 formulimet themelore të dhëna më herët në këtë kapitull, dhe për t'i theksuar ato, po i përsëris këtu. Është një lëndë menduese nga e cila ndërtohen të gjitha gjërat, nga e cila në gjendjen e vet origjinale i përshkon, i tepërton dhe i mbush ndër hapësirat e universit. Një mendim në këtë substancë e prodhon gjën që imagjinohet nga mendimi. Njeriu mund të formojë gjëra në mendimin e vet dhe duke e impresionuar mendimin e tij në substancën e paformë, mund të shkaktojë që gjëja për të cilën ai mendon të krijohet. Duhet i lësh mënjan të gjitha konceptet tjera të universit, pos këtij që është monistik, dhe duhet të qëndrosh në këtë derisa të fiksohet në mendjen tënde dhe të jetë bërë mendimi yt shprehimor. Lexoj këto formulime autoritative përsëri. Fiksoje secilën fjalë në kujtesën tënde dhe medito mbi to derisa ta besosh vendosmërisht atë që e thon. Nëse të vjen një dyshim, refuzoje si mëkat. Mos i dëgjo argumentet kundër kësaj ideje, mos shko në objekte fetare apo ligjërata ku mësohet apo ligjërohet koncept i kundërt i gjërave. Mos i lexo revistat apo librat që mësojnë ide tjetër. Nëse përshtyellohesh në besim, të gjitha përpjekjet e tua do të shkojnë kot. Mos pyet se pse janë të vërteta këto gjëra, as mos spekulo se si mund t'jenë të vërteta. Thjesht merri në besim. Shkenca e pasurimit nis me pranimin absolut të këtij besimi. Kapitulli 5. Jeta që rritet vazhdimisht. Duhet ta heqësh qafe dhe gjurmën e fundit të idesë së vjetër se është një hyni, dëshira e secilës është që do të duhej të ishe i varfër, apo qëllimet e së cilës mund të shërbehen duke të mbajtur në skamje. Substanca inteligjente që është e tëra dhe në të tërën dhe që jeton në të tërën dhe jeton në ty, është substancë e gjallë në mënyrë të vetëdijshme.
Duke qenë substancë e gjallë në mënyrë të vetëdijshme, ajo duhet ta ketë natyrën dhe dëshirën qendrore të secilës inteligjencë të gjallë për rritjen e jetës. Secila gjë e gjallë duhet të kërkojë vazhdimisht zmadhim të jetës së vet, sepse jeta në aktin e thjeshtë të jetesës duhet të arrisë veten. Një far e hedhur në tokë gufon aktivitet dhe në aktin e jetesës I prodhon edhe qindra fara të tjera. Jeta duke jetuar e shumë fishon veten. Për gjithmonë po bëhet më shumë. Ajo duhet të bëj kështu nëse vazhdon fare të jetë. Inteligjenca është nën të njëjtë nevojë për rritje të vazhdueshme. Secili mendim që e mendojmë na e bën të nevojshme ta mendojmë edhe një mendim tjetër, vetëdia po zgjerohet vazhdimisht. Secili fakt që e mësojmë na çon në mësimin e një fakti tjetër. Dia po rritet vazhdimisht. Secili talent që e kultivojmë ja sjell mendjes dëshirën që ta kultivojë një talent tjetër. Jemi subjekt I nxitjes së jetës që kërkon shprehje, që gjithmonë na shtyn të dimë më shumë, të bëjmë më shumë dhe të jemi më shumë. Për të ditur më shumë, për të bërë më shumë, edhe për të qenë më shumë, duhet të kemi më shumë. Duhet të kemi gjëra për t'i përdorur, sepse mësojmë dhe veprojmë dhe bëhemi vetëm duke përdorur gjëra. Duhet të pasurohemi që të mund të jetojmë më shumë. Dëshira për begati është thjesht kapaciteti për jetë më të madhe që kërkon përmbushje. Secila dëshirë është përpjekje e një mundësie të pashprehur për t'u shfaqur. Është fuqia që po kërkon të manifestohet ajo që e shkakton dëshirën. Ajo që të bën të duash më shumë para është e njëjtë si ajo që e bën bimën të rritet. Është jeta duke kërkuar shprehje më të plotë. Ajo substancë e vetme e gjallë duhet të jetë subjekt I këtij ligji qendror të jetës. Është e përshkuar me dëshirën të jetojë më shumë, prandaj është nën nevojën e krijimit të gjërave. Ajo substancë e vetme dëshiron të jetojë më shumë në ty. Prandaj ajo dëshiron që ti kesh të gjitha gjërat që mund t'i përdorësh. Është dëshira e Zotit që ti do të duhej të pasuroheshe. Ai dëshiron që ti të pasurohesh, sepse ai mund ta shpreh veten më mirë përmes teje nëse ke mjaft gjëra për t'i përdorur për t'i dhënë shprehje atij. Ai mund të jetojë më shumë në ty nëse ke zotërim të pakufizuar të mjeteve të jetës. Universi dëshiron që ti të kesh gjithçka që dëshiron të kesh. Natyra është miqësore me planet e tua. Gjithçka është natyrshëm për ty. Vendos një herë mirë se kjo është e vërtetë. Mirë po është esenciale që qëllimi yt të harmonizohet me qëllimin që është në të tërën. Duhet të duash jetë të vërtet, jo kënaqësi të thjesht apo ngopje të apetiteve. Jeta është kryerja e funksionit dhe individi jeton vërtet vetëm kur ai e kryen secilin funksion, fizik, mendor dhe shpirtëror, për të cilin është I Zoti, pa e tepruar në asnjërin. Nuk dëshiron të pasurohesh për të jetuar jederi për ngopjen e apetiteve kafshërore. Kjo nuk është jetë. Por kryerja e secilit funksion fizik është pjesë e jetës dhe askush që ja refuzon impulseve të trupit një shprehje normale dhe të shëndetshme nuk jeton plotësisht. Nuk dëshiron të pasurohesh vetëm e vetëm t'i shijosh kënaqësitë mendore, të zësh dije, ta përmbushësh ambicien, të shkëlqesh më shumë se të tjerët, të jesh I famshëm. Të gjitha këto janë pjesë legjitime e jetës,
por njeriu që jeton vetëm për kënaqësinë e intelektit do të ketë vetëm jetë të pjesshme dhe nuk do të jetë i kënaqur kurrë me fatin e tij. Nuk dëshiron të pasurosh vetëm e vetëm për të mirën e të tjerëve, ta humbësh veten për shpëtimin e njerëzimit, ti përjetosh gëzimet e filantropisë dhe flijimit. Gëzimet e shpirtit janë vetëm një pjesë e jetës, dhe ato nuk janë më të mira apo më fisnike se sa cilado pjesë tjetër. Dëshiron të pasurohesh ashtu që të mund të hash, të pish dhe të jesh në qejf atëherë kur është koha ti bësh këto gjëra. Ashtu që të mund të rrethohesh vetëm me gjëra të bukura, të shohësh viste të largëta, ta ushqesh mendjen dhe ta zhvillosh intelektin, ashtu që të mund t'i duash njerëzit dhe të bësh gjëra të këndshme dhe të jesh i Zoti, ta luash një pjesë të mirë në të ndihmuarit e botës ta gjej të vërtetën. Por kujtoje se altruizmi ekstrem nuk është më i mirë dhe as më fisnik se sa egoizmi ekstrem. Të dyja janë gabim. Hiqe qafe idenë se Zoti dëshiron që ti ta flijosh veten për të tjerët dhe se mund ta sigurosh simpatinë e tij duke vepruar kështu. Zoti nuk kërkon asgjë të kësaj natyre. Ajo çka dëshiron ai është që ti të nxjerrësh më të mirën nga vetja për veten dhe për të tjerët. Dhe të tjerët mund t'i ndihmosh më shumë duke nxjerrë më të mirën nga vetja se sa në çfarëdo mënyrë tjetër. Më të mirën nga vetja mund ta nxjerrësh vetëm duke u pasuruar. Pra, është e drejtë dhe lavdërueshme që do të duhet t'ia kushtosh vëmendjen më të mirë punës për sigurimin e pasurisë. Mirë po kujtoje se dëshira e substancës është për të tërën dhe lëvizjet e saj duhet të jenë për më shumë jetë të tërë. Ajo nuk mund të vihet të punoj për më pak jetë për dikë, sepse ajo është në mënyrë të barabartë në të tërë duke kërkuar begati dhe jetë. Substanca inteligjente do të bëj gjëra për ty, por ajo nuk do t'ja marrë gjëra dikujt tjetër dhe të t'i jap ty. Duhet ta heqësh qafe mendimin e konkurrencës. Ti je për të krijuar, jo për të garuar për atë që tashmë është krijuar. Nuk ke nevojë të marrësh asgjë nga askush. Nuk ke nevojë të bësh pazare të stërholluara. Nuk ke nevojë të mashtrosh apo ta shfrytëzosh rastin. Nuk ke nevojë ta lësh asnjë njeri të punojë për ty për më pak se që e meriton. Nuk ke nevojë ta lakmosh pronën e të tjerëve apo ta shikosh atë me sy dëshirues. Asnjë njeri nuk ka asgjë që ti nuk mund të kesh diçka të ngjashme me të, edhe atë pa ja marrë atij atë që e ka. Ti do të bëhesh krijues, jo garues. Do ta marrësh atë që e do, por në asnjë mënyre që kur ta marrësh, secili njeri tjetër do të ketë më shumë se që ka tash. Jam i vetëdijshëm se ka njerëz që marrin sasi të mëdha parash duke vepruar në kundërshtim të drejtë për drejtë me fjalit në paragrafin e mësipërm dhe mund t'i shtoj ca fjalë shpjeguese këtu. Njerëzit e tipit plutokratik që bëhen shumë të pasur, bëhen ashtu nganjëherë nga zotësia e tyre e jashtëzakonshme në rrafshin e garës. Dhe nganjëherë, pa vetëdijshëm, e ndërlidhin veten me substancën në qëllimet dhe lëvizjet e tyre të mëdha për ngritjen e përgjithshme të njerëzimit përmes evolucionit industrial. Rockefeller, Carnegie, Morgan e të tjerë kanë qenë agent të pavetëdijshëm të supremes në punën e nevojshme të sistematizimit dhe organizimit të industrisë prodhuese. Dhe në fund, puna e tyre do t'i kontribuoj pa mas jetës së shtuar për të gjithë. Ditët e tyre janë afër fundit. Ata e kanë organizuar prodhimin dhe së shpejti do të pasojnë nga agjentët e shumë fishimit që do të organizojnë makinerin e shpërndarjes. Multimilionerët janë si zvaranikët gjigant të erave parahistorike.
Ata e luajnë një pjesë të nevojshme në procesin evolucionar, por fuqia e njëjtë që i prodhoi ata do t'i shkatërrojë ata. Dhe është mirë të mbahet në mend se ata nuk kanë qenë kurrë të pasur. Të dhënat e jetëve private të shumicës së kësaj klase do të tregojnë se ata kanë qenë realisht më të mirët dhe më fatkeqët nga të varfrit. Begatitë e siguruara në rrafshin garues nuk janë kurrë të kënaqshme dhe të përhershme. Ato janë të tuat sot dhe të dikujt tjetër nesër. Mbaje mend, nëse do që të bëhesh i pasur në mënyrë shkencore dhe të sigurt, duhet të ngrihesh plotësisht nga mendimi garues. Nuk duhet të mendosh kurrë për asnjë moment se furnizimi është i kufizuar. Po sa të fillosh të mendosh se parat janë të skajuara dhe të kontrolluara nga bankierët dhe të tjerët, dhe se duhet të përpiqesh vetë të bësh ligje që miratohen për ta ndalur këtë proces, e kështu me radhë, në atë moment ti bie në mendje ngaruese dhe fuqia jote për të shkaktuar krijim është të zhdukur për momentin. Dhe çka është më keq, me gjas do t'i pezullosh lëvizjet krijuese që tashmë i ke themeluar. Dije se ka në vlerë të miliona dollarëve të panumërt në malet e tokës, ende të pasjellura në dritë, dhe dije se po të mos kishte, do të krijoj ende nga substanca menduese për t'i plotësuar nevojat e tua. Dije se parat që të nevojiten do të vinë, edhe nëse nevojitet që mira njerëz të udhëzohen në zbulimin e minjerave të reja të arit nesër. Kur mos e shiko furnizimin e dukshëm, gjithmonë shiko në begatitë e pafund, në substancën e paformë, dhe dije se ato po të vinë po aq shpejt sa mund t'i pranosh dhe përdorësh. Askush, duke skajuar furnizimin e dukshëm, nuk mund të të pengoj ta marrësh atë që është e jotja. Pra, kur mos e lejo veten të mendosh as për një çast se të gjitha pozitat më të mira të ndërtimit do të zihen para se ti të bëhesh gati ta ndërtosh shtëpinë tënde post nëse nxiton. Kur mos u shqetëso për grupet ilegale monopolizuese të ndërmarrjeve dhe aleancat dhe të vihesh në siklet nga frika se së shpejti do ta posedojnë tërë tokën. Kur mos u frikso se do ta humbësh atë që e do sepse ndonjë person tjetër të mund për të. Kjo nuk do të ndodh asesi. Ti nuk po kërkon asgjë që posedohet nga dikush tjetër, ti po e shkakton atë që e do që të krijohet nga substanca e paformë dhe furnizimi është pa kufi. Përmbaju deklaratës së formuluar. Është një lëndë menduese nga e cila ndërtohen të gjitha gjërat dhe e cila në gjendjen e vet origjinale i përshkon, i depërton dhe i mbush ndër hapësirat e universit. Një mendim në këtë substancë e prodhon gjën që imagjinohet nga mendimi. Njeriu mund të formojë gjëra të mendimit të vet në mendimin e vet dhe duke e impresionuar mendimin e tij në substancën e paformë, mund të shkaktojë që gjëja për të cilën ai mendon të krijohet.